Përshëndetje miq, mirë se vini në një tjetër takim. Më falë se po shikoja një film hollywoodian. Unë merrem me Hollywoodin akoma, të gjithë për dru dhe unë për shkarpa. Okej, rikthehemi historive të vogla të Big Brotherit në Hollywoodin ton. Big Brother VIP Kosova sa në filloi ky i Shqipërisë. Dhe po shikoja çiftet ose lojën ndyshe. Bëhen çift rrugës apo jo, kjo është punë tjetër. Londrimi dhe Klodi të parët që filluan lojën ndyshe. Edi dhe Dolce batte forte il cuore. Toni dhe Bia Khalifa, por Toni ka një baba dhe një familje që është një rëmuj e madhe. Një rëmuj që mund ta rregulloj vetëm prania e Lim Hotit. Po, e thash mirë, qëndroni me mua ta dëgjoni videon e plot dhe si është puna. Kemi siglën ton shumë modeste për një emision modest në YouTube. Okej, zonja e zotri, besoj se jeni dakord me mua që ka filluar një lojë e lezetshme brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Ka nisur një lojë dhe si gjithmonë në studio ndodh një trend. Produksioni ka trendin e vet, po brenda shtëpisë bëhet një gjë tjetër. Dhe çfarë ndodh? Sa do të përpiqemi për ta fshehur eksperjenca e Big Brotherit dhe me njerëz të thjeshtë, por dhe me personazhe VIP, ka treguar që publikun nuk e gënjen dot dhe publiku ka fituesin e tij, cili do qoftë i shpallur nga produksioni këtu atje lart e poshtë. Por çfarë po ndodh? Po ndodh si gjithmonë që të jesh brenda në Big Brother dhe të bësh lojën tënde i vetëm është shumë e vështirë. Mund ta ketë bërë pa u bërë çift ose pa krijuar historira ose pa u mbledhur me njëri tjetrin. Më kujtohet që e ka bërë vetëm kush më kujtohet? Nuk ka një Big Brother që mos t'jenë krijuar një çift, jo çift në kuptimin e dashurisë, por antagonizëm me njëri tjetrin. Kështu që, në këto momente, duhet të shkojmë tek ky Big Brother. Çfarë po ndodh? Çifti i parë. Na habitëm sepse është një miqësi, një lojë, një aleancë. Nuk janë kundër njëri tjetrit. Po, nuk është se për shembull si Iliri kundër Donaldit, Luizi me Oltën, apo Egla me Ilnisën me Meritonin, apo një tjetër me një tjetër, apo Xhuli me Stresin. Jo, kësa radhe kemi çift dhe aleanca. Londrimi dhe Klodi, dy djemë të ri të cilët kanë filluar që të luajnë me njëri tjetrin, madje janë komentuar